Melisa M, influencuesja shqiptare 22 vjeçare e njohur në rrjet si Meli MTX, ka shkaktuar një val reagimesh në botën e futbollit, pasi publikoi mesazhe nga disa prej emrave më të njohur të këtij sporti, me mbi 6.5 milion ndjekës në Instagram dhe në rrjetin social TikTok, si dhe një profil aktiv në OnlyFans. Melisa është mësuar me vëmendjen, por zbulimet e fundit kanë vënë në siklet disa figura të mëdha të fushës së blertë. Në rrjetet sociale, modelja shqiptare zbuloi se ish kapiteni i Realit të Madridit dhe fituesi i topit të artë Karim Benzema, si dhe yjet Vinicius Junior dhe Rafael Leao e kanë kontaktuar në Instagram. Ajo theksoi se të tre futbollistët i kishin shkruar në privat, ndërkohë që dy të parët ndajnë një të kaluar të përbashkët te Real Madridi, një klub që Melisa e ka shprehur hapur se e admiron. Sipas saj, Benzema kishte qenë i thjeshtë në qasjen e tij, duke dërguar vetëm një përshëndetje të shkurtër, "Hi", pa ndonjë përpjekje tjetër për komunikim. Nga ana tjetër, Vinicius Junior kishte shkruar më larg duke e ftuar në rezidencën e tij vitin e kaluar, ftesë që Melisa pretendon se e ka refuzuar. Ndër të tjera, ajo thekson se kishte parashikuar që braziliani do të fitonte topin e artë, megjithse çmimi përfundimisht i shkoi mes fushorit të Manchester Cityt, Rodrit, në një vendim që u shoqërua me shumë polemika. Komunikimi më i prerë sipas Melisës ka qenë ai me sulmuesin e Milanit Rafael Leao. Ajo tregon se futbollisti u zhgënjye pasi ajo e la mesazhin e tij të lexuar pa një përgjigje. Në fund, Melisa ishte përgjigjur vetëm një herë, por kishte vendosur të mos e vazhdonte më bisedën me yllin portugez. Këto postime kanë nxitur debat në rrjetet sociale dhe në media, duke ndarë publikun mes atyre që e vlerësojnë për transparencën dhe atyre që kritikojnë ekspozimin e jetës private të tjerëve. Në çdo rast, Melisa ka ditur sërish të tërheqë vëmendjen, këtë herë duke përfshirë emra nga elita botërore e futbollit.